në ty live tu në Real Story flasim pikërisht për këtë betejën e foltorëve, por për sinqeritetin e tyre, për shkak se deri tani çdo lloj lëvizje brenda PD-s, si e diskutuan edhe më herët, thjesht e ka bërë Berishën si anteo për të rrimë të mitologjia, që sa e rërzojnë tokë merte forcë. Apo jo, dhe këto lloj lëvizjesh në fund fare i kanë dhënë gjithmonë energji plus doktorit apo jo? Doja të kujtoja vetëm një moment, me që se kemi dashin këtu në linjë, ju e dini në kohën e angazhimit tim politik, ne kemi qenë një formacion që Berisha në atë moment ka qenë ditët më të vështira të tij, domethënë. Gati i kishte mbaruar oksigjeni edhe politik. Kishte vetëm 7 deputet. Pjesa tjetër e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ishte jo me Berisha. Pra, ndoshta s'ishin të unifikuar gjithë, po s'ishin me Berisha. Pjesa më e madhe nuk ishin me Berisha. Atëherë çfarë ndodhi? Si Dashi dhe të tjerët zgjodhen që të shkonin dhe t'i bashkoheshin Berishës, siç e tha dhe vetë Dashi, që kërkuam shtyrje 3 muaj të zgjedhjeve, pastaj me ca marrifete kështu, u larguan dhe shkuan i dhanë oksigjen Berishës. Do me thënë, Berisha deri në atë moment ishte në parapolitik vëlla, nuk kish mundësi të ulej dot në tryezën e madhe të negociatave, të dialogut në parlament e kudo tjetër. Të bënte ato pazaret që bërim pas me Ramën. Edhe parlament ul në fund fare, i ndryshon dhe vendin nëse kujtohet. Po. Se ishte i përjashtuar. Ishte i përjashtuar, por gjithsesi mori grupi parlamentar. Në moment që merr grupin parlamentar, merr të drejtën për të bërë negociata, për kodin zgjedhor, për amnistin, për X-in, për Y-in, për gjithçka. Pra u fut në politik. Tani del tani Dashi dhe të tjerë dhe thonë që jo po të ikë Berisha. Ky ishte momenti më i mirë për të larguar Berishën, sepse kishte përballë. Kishte një minutë ta mbaroj. Arsyet pasaj gjenden plot. Por ta mbaroj. Do e thënë, në momenti kur ti bën një veprim, po leo ta mbaroj Dash. Në momentin që kur ti bën një veprim të tillë, kur ai ishte gati i vdekur politikisht dhe shkon ti i jep oksigjen, i bën frymarrje artificiale, e bjen në jetë, e krijon mostrën politike. Dhe pastaj kujtohesh që kjo mostër nuk ka ndryshuar, pra shkon i ngjitesh, e shikon që ai nuk ka ndryshuar, dhe ti del prej andej dhe kur del e kupton pastaj që ai s'të pranon dhe reagon, këtu mbaron morali. Sepse ti e kishe rastin. Ti shkove u bashkove me Berishën, i dha ato oksigjen, e futën në politik, bëri ato kompromise që bëri, ju nxori nga politika sepse bëri kodin zgjedhor, siç donte ai, nuk la meritokracinë, se me meritokraci ti dhe shumë të tjerë. Po levo ta mbaroj. Ti dhe shumë po ja pranojeni, mos u bëni të gjithë po pranoj o vëlla. Tani në momentin në rast se Sali Berisha nuk do ishte futur, po cila është e vërtetë, unë krej kjo është në sy të gjithë botës. Në rast se Sali Berisha nuk ndryshoi asgjë 6 marsi. 6 marsi nuk ndryshoi asgjë. Dashi ua kam thënë dhe ua them prapë, dëgjoni pak. Mirë, më lër të flas e the 6 marsin, tani dëgjoje. Tani dëgjoj 7 marsin. Ti the 6 marsin, dëgjoj 7 marsin. 7 marsin nuk ndryshoi asgjë. Berisha ishte me të njëjtin status që kishte. Po leo tani mos bëha uju, më dëgjoj pak mua tani. Nuk ndryshoi, Berisha ishte po ai non grata që ishte. Një minutë. Berisha ishte po, flasim për Berishën. Berisha ishte po ai. Berisha ishte po ai që ishte. Nuk ndryshoi asnjë nga statusi i tij. Dhe kështu gjë do të thotë, ajo që vendosi përballë Berishës nuk ndryshoi gjë që të krijojë realitet. Dhe jo vetëm kaq zoti Sula, ka edhe një problem tjetër. Ju thoni 6 marsit e keni desin, 6 mars i referohen 2022-shit apo jo? Berisha tregoi që ishte faktor elektoral më shumë se zoti Basha. Kjo s'do thotë asgjë. Por nga pikpamja